Një gjë që dua ta përmend në raport me mërgjimtarët dhe në raport me marrëdhënien tonë me ta, është përçarja që është duke u synuar që të futet mes vendasve dhe mes mërgjimtarëve. Këto shprehjet e kohëve të fundit që i dëgjojmë, fatkeqësisht shprehjet Garnaç, Auslander, këta të jashtit, e ku e di si çka, janë shprehje shumë të ulta. Nuk i përkasin një njeriu të formuar, të edukuar, e jo më një fetari, jo më një muslimani. Allahu thot në Kur'an: "Wala tanabazu bil alqab", mos u etiketoni me emërtime, me nofka, pra me terme pejorative, nënçmuese. Veç pse ka dalë dikush, një gazetar i pa edukat, i pa cip, edhe e ka thonë një shprehje shumë të ultë, kjo nuk do më thonë që aja ka qëllu. Nuk do më thonë që na duhet me e marë tash ata dhe me e përdorë, sepse fundja e ka thonë për nënçmim, nuk e ka thonë për lavdrim. Dhe çdo gjë që shpreh nënçmim ndaj dikujt, qoftë edhe ndaj armikut, nuk lejohet me thonë. Për arsye se ne duhet të synojmë që të edukohemi, që të ngritemi në vlera, e jo që të ulemi në vlera. Jo që të humbim për vlera dhe po të shtojmë për tyre. Prandaj këto lloj termesh nuk janë terme që duhet me i përdorë na, se fundja këpë e nënçmojmë. Vëllezërit dhe motrat tona, ata janë gjaku ynë.